me një fjali, kemi korupcion klasik, të cilin kemi parë në të shkuar në Shqipëri, apo flasim për një model të ri kriminal i cili duket se është zhvilluar brenda institucioneve publike? Unë mendoj se ka vite që zhvillohet brenda dhe kjo histori, kapja e Akshit tregon se prej paktën 6 apo 7 vitesh diçka e tillë ndodh dhe kemi një shtet kriminal brenda shtetit ligjor. Mendoj se prej vitesh, siç e thash, ka funksionuar në Shqipëri dhe fatkeqësisht vijon të funksionojë. Ndoshta do të ndrohen emrat, por do të vijojë të funksionojë dhe fatmirësisht nga ana tjetër që kemi një prokurori e cila me të vërtetë po e sulmon këtë lloj korrupsioni dhe po e sulmon në nivelet më të larta të tij, sepse hera herës diskutohej se ndodhte vetëm në nivelet ulta, por po shohim që niveli apo nivelet janë ato më të larta, siç është dhe zëvendës kryeministrja apo dhe rasti i tenderave të Akshit, që për të thënë vërtetën Ervin është cënimi i sigurisë kombëtare, sepse me sa duket ne nëse deri dje flisnim për grupet terroriste iraniane të cilat sulmonin sistemet qeveritare në Shqipëri, me sa duket këto sisteme qeveritare në Shqipëri kanë qenë në dorën e një personi të vetëm, siç është Ergyes Agasi apo dhe Mirlinda Kaçana, e cila bashkëpunonte me Ergyes Agasin. Nga ana tjetër, akoma më e frikshme është sepse ne kemi parë, unë mendoj se kemi parë asqerekun e të gjithë dosjes që prokuroria e posaçme disponon, sepse kemi parë Mirlinda Kaçanaj, e cila futet në zyrën e Ergyes Agasit dhe jep llogari aty. Kemi parë një drejtues lart të policisë së shtetit, i cili edhe ai futet në zyrën e Ergyes Agasit dhe jep llogari aty, dhe këtu nuk është fakti se futen disa persona apo disa zyrtar, por është fakti se tregon që edhe policia që nga e kapur, pra dalim dhe tek deklaratat e zotit Altin Dumani, i cili një vit më parë nuk besonte në policinë e shtetit. Nga ana tjetër kemi edhe se si një person ku qytetarë shqiptarë largohen nga Shqipëria, të rinj shqiptarë largohen nga Shqipëria, ndërkohë që një 38 vjeçar i cili nuk ka pasur asnjë funksion përgjatë jetës së tij mban verë me vlerë 2 milion euro në zyrat e tij. Dhe kjo është fatkeqësia e shtetit shqiptar, dhe akoma më shumë se si autoritetet apo kryeministri nga janë nuk del dhe t'jap shpjegime për raste të tilla, sepse nuk është një emër siç është Ergyes Agasi, por është nga ku i vinte kjo mbrojtje Ergyes Agasit, kush e kishte vendosur Ergyes Agasin në atë pozicion që ishte, një pozicion pa pozicion, por që një pozicion që ndikonte deri në majën më të lartë të pushtetit ekzekutiv. Jul, çfarë bën këtë dosje më të rrezikshme në aspektin e veprave penale se sa dosjet e tjera që ka pasur SPAK në të shkuar? Ne kemi parë korrupsione edhe herë të tjera.